Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë një 49 vjeçar banues në Sarandë për veprën penale vjedhja. Më datë 5/3/2026, një shtetëse ka kallëzuar se 49 vjeçari i kishte vjedhur një valizhe dhe një çantë, brenda të cilave ndodheshin sende personale, rroba, një shumë monetare dhe një kompjuter laptop. Fal veprimeve të shpejta, të koordinuara dhe të profesionalizuara të policisë, u bë mundur identifikimi, lokalizimi dhe arrestimi i autorit. Gjatë kontrollit në banesën e tij u gjendën sendet e vjedhura të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet u referuan prokurorisë Sarandë për veprën penale vjedhja. Ndërkohë, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ndaj një 72 vjeçare, banuese në Vlorë, pasi në banesën e saj ka konstatuar punime ndërtimi të kryera pa lejen e organeve kompetente. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori ndaj një 54 vjeçari banues në Sarandë, pasi në një rrugë pranë plazhit Shqiponja dyshohet se ka kryer gërmime pa leje dhe ka rrethuar një sipërfaqe toke. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse në Vlorë dhe Sarandë për veprime të mëtejshme hetimore.